Shfaqja jone parë me numrin 3 në listën 116 nuk ka nevojë për prezantim. Me numër 17 është Blerim Gashi. Me numër 36 në listën tonë fituese është Priera Kasumi Berisha. Me numër 47 Pranvera Jusufi Imeri. Të 4 në listën tonë fituese në 116 është Dr. Arsim Berisha. Në numër 72 Valon Peci. Numër 86 Jeton Mehmeti. Në numër 96 të listën tonë në 6 Fatos Geci. Në numër 105 Haki Burugica. Me numër 108 Zotri Nazmi Hoxha. Shteti ligjor është më i fortë, institucionet janë më të forta, sovraniteti i Republikës është më i fortë. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, ka njerëz që e kuptojnë që shteti nuk është për të tallur, se ligji nuk vlen vetëm për qytetarin e zakonshëm, se askush nuk mund të jetë mbi ligjin. Dhe pikërisht për këtë arsye ka dhe kaq shumë rezistencë dhe blokadë, sepse reformat shkaktojnë rezistencë. Ndryshimet shkaktojnë rezistencë atëherë kur preke njerëz që për vite me radhë kanë përfituar shumë për vete dhe familjarët dhe farefisin e tyre. Ne rrobat e palara nuk i nxjerrim në publik. As nuk keq përdorim informacionet e brendshme të shtetit për të sulmuar kundërshtarët, as nuk përhapim të pavërteta për punën e kundërshtarëve tanë, të vjetër apo të rinj. Duke u bashkuar në qeverisje, ne kemi vepruar më mirë për qytetarën e Republikës dhe interesi i përgjithshëm, mirëqenia e popullsisë, zhvillimi ekonomik, pastaj përfaqësimi i Kosovës, natyrisht që kanë pasur një dobi të jashtëzakonshme nga ky bashkëpunim i yni. Prandaj, ky bashkëpunim i yni do të vazhdojë edhe në qeverinë e ardhshme, dhe t'u them drejtën, jo vetëm në qeverinë e ardhshme, sepse ne nuk jemi në politikë për 6 muaj, 2 vjet, 1 mandat, 2 mandate, jena për më shumë bashkë. Dhe koalicioni jonë ka tregu dhe do dëshmoj se secilën herë kur të tjerët parashikojnë më të keqen ose më të zezën, ne i befasojmë për të kundërtën, por jo ne, por sovrani, ata të cilët sot janë duke pritur datën 7 qershor për të shku të kutit e votimit e për t'i mbushur ato kuti me votat të cilat do e mbaj numrin 116. Nuk po dorëzoheni për shkak se guxo në pjesën e idesë fillestare ka lind si projekt politik për me qenë anën e drejtë e qeverisë.
Ne jemi në anën e drejtë të historisë, ne jemi në anën e drejtë. Ne jemi në anën e drejtë të orientimit politik për shkak se nuk ka shumë drejtime dhe rrugë që ne mundime me ndi. Ose jemi me partneritet me Albinin, edhe vetë vendosjen, me Mimozën për SHDK-n dhe aleat e qytetare integral kësaj shoqënie, ose opsioni tjetër dijet se cilat janë i përmenit Donika, nuk po du me i përsërit njëkohësisht.